ke qenë një fëmijë 5 vjeç me difteri. Për para 20 vitesh, a I bëri gjithë komplikacionet e mundshme. Difteria është sëmundja që quhet e grykëve të bardha dhe parandalohet nga ajo vaksinë që fëmijëve u bëhet 2, 4, 6 muaj. Dhe fatmirësisht që atëherë ne nuk kemi dhe raste për t'ia treguar studentëve, sepse kur e shikon një herë ajo fiksohet. Janë ca cipa të trasha të vendosura në bajame, por një fëmijë shumë I mirë 5 vjeç, I cili erdhi shumë rënd, madje fillimisht u dyshua që ishte një sëmundje malinje, pra sëmundje e keqe e ruazave të kuqe të gjakut, në fakt ishte një difteri me gjithë komplikacionet e veta dhe pati një fund fatal. Në përgjithësi ne përfshihemi në të gjitha historitë dhe në emocionet e fëmijëve me patologji të rënda që trajtojmë, kështu që pavarësisht se mundohemi të themi fjalë të mira, të qetësojmë prindrit, t'i mbajmë përveç se tregojmë realitetin, por mundohemi dhe t'i mbajmë me kurajo dhe me informacion të vazhdueshëm në lidhje me gjendjen, janë situata që të lejnë bresa.